Socialistët nuk do të mbështesin me firma një kandidat për avokat të popullit, por do të votojnë një nga kandidatët që do të mbështesë opozita. Qëndrimin e shumicës parlamentare ndau për mediat kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla në ditën e fundit afatit të mbledhjes së firmave nga kandidatët. Partia Socialiste, grupi i saj parlamentar nuk do të propozojë një kandidat, pra nuk do të ketë, ne nuk do të mbështesim deri në këtë afat me firmat tona një kandidat, por do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Nëse ne do të ishim investuar me firma për një kandidatur, atëherë do të ishte një imponim me votat e shumicës. Pavarësisht se e shkuara ka treguar se procesi i avokatit të popullit ka dështuar në fazën finale atë të votimit në parlament, këtë radhë Tauland Balla beson se do të zgjidhet avokati i ri i popullit. Unë shpresoj që do ta kemi dhe jam i bindur që do ta kemi avokatin e popullit brenda këtij sesioni të kësaj legislature, me shpresën që deputetët që kanë firmosur për kandidaturat ti qëndrojnë firmës tyre. Zgjedhja e avokatit të popullit kërkon 84 vota dhe në garë janë 26 kandidat. Vetëm ata që do të sigurojnë të paktën 28 firma deputetësh do të kalojnë në fazën tjetër, të tjerë do të skualifikohen. Për këtë Partia Demokratike përmes Gazmenbartit ka propozuar formulën për zgjedhjen e avokatit të popullit, ku opozita propozojnë 6 emra dhe mazhoranca zgjedh 3 prej tyre, ndërsa në seancë plenare shkon për votim vetëm një emër. Pak ditë më parë përmes deputetit Olsi Komici, në kuvent u depozituan disa ndryshime në 2 ligje të reformës në drejtësi, për të cilën kreu i grupit parlamentar socialist deklaroi se janë në kuadër të nevojës për të përmirësuar paketën e ligjeve të kësaj reforme. Janë propozime të konsultuara me ekspertët dhe janë po ashtu të konsultuara në proces konsultimi dhe deri kur të kalojnë seancë do të jenë plotësisht konsultuara edhe me Komisionin Evropian. Pra nuk janë ndërhyrje të njëanshme të shumicës, por janë nevoja të përmirësimit të gjithë paketës që lidhet me reformën në drejtësi.